pa të drejtë. Po, që do qoftë. Sa po e lexova dikun shumë një status spiritual, që thotë Kosovë e drangue ke vënu Amerikë tarife se kalzue. Kjo është shani ma i çudit shumë i kësoj qeverie. Që kjo gjevahiri i qeverisë Kurti. Me vënu tarif shteteve të bashkuara të Amerikës, domethënë 10%, dhe tash po ja kthen presidenti Trump në mënyrën e njëjtë. Presidenti ja kërkon me hik jo për shkaqe ekonomike, por sakt sepse presidenti në Republikën tonë i krijon politika ndërkombëtare. Dhe presidenti ja kërkon me hik, Hekuran Murati thotë jo se so kjo punë e jutja mshele atje, edhe që këtu po shkon drejt e Shamja, domthon VV-ja po i kundërvihet ashpër presidentes për shkaqe që dihen. Gash për ty? Shpërblimtaria fiskale bjen në përgjegjësinë e ekzekutivit, jo presidencës në ne. Askund nuk shkruan që presidentja rregullon presidentja po thotë kjo është politik strategjike, nuk po kjo është ekonomike. Presidentja mund jo po mësoj me i thon sa në para publiku ti e goshi. Nuk je po një merë jo, nuk jesh ka sa po dikun kafet për Izraelit, je para publikut. Duhet me koni përgjesh që më shka po flet. Gash jepe përgjigjes se s'kemi kohë. Natyrisht që në prilin e vitit e kalum, në bashkëbisedim me Departamentin Tregtisë të Amerikës, ka bisedime që më e bë marrëveshjen tregtisë lirë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është në shqyrtim. Se si je në kontakt me ta. Që aty o problemi, zoti Gashi. Sepse i ke thonë jo. Qashtë. Po. Bo nuk ka korrekt një kolegë të studio. Jo, qeveria natyrisht e qeveria ka drejt. Nuk këto sen në publik. As nuk bon kjo me çu masorarit punës presidentja që se ka heq në ingerenca drejta. Bekim Kupina thot nuk është orari punës 8 deri në 4, është 24-7. Bekim me gjithë respektin. Pa ti u bone se thonë se e Hekuran Muratit o bu, le moj Albinit. Me gjithë respektin për Bekim Kupina. Mesa, përfason qëndrim të presidencës. Natyrisht. Jo personale. Edhe Kurani përfason qëndrim të ekzekutivit, në analizën time del që këto janë përgjegjësi të ndara, natyrisht që qeveria e Republikës Kosovës është informatat i kanë që kanë punu prej prillit. A duhet të ngutët, a duhet ta mos ta vazhdoj këtë 10% me qeverinë amerikane, natyrisht që duhet ta bëj, si gjest të vullnetit e mirë, edhe të përkasisë dhe aleancave përtej natyrale që kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ajo mbetet për të pa. E qka nëse se ban? E qka nëse nuk e ban? E qka në qo se e ban? Në qo se e ban është okej. E në qo se nuk e ban së është okej. Më nuk më doja si ty me thonë është okej. As mu së më dhejmë boja. Jo ty po dhamë shumë. Shka? Tepër shumë po dhamë. Është tarif që po duhet me ajek imperializmit. Oke, vetëm pak, prit ta marrë nga ne opinion, Pranvera kush e ka më drejt, Osmani ose qeveria? Unë mendoj që presidencia Osmani ka vepruar shumë mirë, edhe që ka kërku hjekjen e tarifës, pa marrë parasysh nuk ka të bëj kjo absolutisht me që po e argumenton vlerimi që do më thonë bjen në kompetencat e Ministrisë Financa. Ja, që bjen kompetencat e Ministrisë po tash parashërot pyetja pse? Po kjo për te ekonomisht, kjo është, nuk ka pothuajse të bëj fare me çështjen ekonomike. Ajo e kishte arsyetu se kjo është faktikisht një potezë strategjik ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës për me rregulluar dhe relacionin paksi ftoftë që kanë për momentin me Kosovën. Berisha, për ty kush e ka më drejt? Nuk kam arrit me ndjek saktësisht për çka po flitet, heqja e tarifave që bjen me një lloj automatizmi që vendosen janë pyetje Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po mendoj që është mirë me ka një zoni secili prej neve këtu edhe me pas interes shtetënor, edhe me ofru raporte me ta dhe me hjek këto pengesa, sepse mendoj që vendi më meritor që na duhet me pas këto pengesa, duhet me pas mirë kuptim. Vendi më meritor për lirinë tonë. Absolutisht, edhe duhet me ul flamujt politike, flamujt shtetënor institucional përballë Amerikës kur është në pyetje. Unë pa e ditë saktësisht për çka po flitet, vetëm nëse është në pyetje Amerika jemi Shqipëria për heqjen e pengesave tarifore dhe jo tarifore me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në takimet e rregullta qoftë me Hovinierin dhe me Departamentin Tregtisë së Lirë në vizitën e Bislimit zavendës kryeministrit në prill të vitit 2023 është evidente. Tash, po jemi në 25, o koleg. Presidentja as polu. O koleg, jemi qeveria jote ka përfunduar mandatin, jemi në vitin 2025.
Po 2025... Dhe këta nuk kanë morë asë një hap. Madje edhe presidentja është hap i vonum që unë e quj fushat elektorale. Do është më herë. Me falë, është do shumë më herët me vepru kështu. Por, ja që ju ngull një kom, në loq, dhe futni edhe Kosovën në loq, ku e kini fut. Okej, ma bëjmë e dije regjia, sa minuta i kemi? Edhe 20. A e kemi lidhjen direkte artën? Nëse kemi lidhje direkte artën, thua një artës, le të pret vetëm pak, të bëjmë lidhjen edhe një reagim ka kërkuar Duda Balje. Duda Balje në dhe jap numrin në regji Shqipe aty.